Të largohen plerat nga akset nacionale, kjo është detyra kryesore që njësitë administrative kanë marrë në takimi me prefektin e Elbasanit, Shefqet Deliallisi, edhe pse gjendja nga ndotjet në shkallqarku është përmirësuar ndjeshëm. Prefektura Elbasan në bashkëpunim me kryetarët e njësive vendore dhe nën prefektët e të tre nën prefekturave të Elbasanit u evidentua gjendja aktuale dhe u lanë detyra për periudhën në vazhdim. Jemi tamam në kohë ndose duhet më masat që tani që situata në prag të fillimit të sezonit turistik na jemi një pjesë të problemeve të zgjidhura. Drejtori ARM-s në Elbasan, Adi Madhi, ka kërkuar që në çdo njësi vendore të ngarkohet një person për ndjekjen e problemit të mbeturinave. Duhet marrin masat përkatëse. Ligji ka përcaktuar drejt dhe saktë që përgjegjësia për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane është e kryetarëve të njësive vendore. Dhe penalitetet administrative dhe deri penale do të funi deri në shkarkim nga detyra me propozim të organeve kompetente do të bjeri personalisht mbi kryetarët e njësisë vendore. Gjatë kësaj periudhe do të përqendrohet puna në akset nacionale dhe në pika turistike. Madje për pika turistike do të veprojë një task force e cila do të ushtrojë kontrolle të vazhdueshme.